Kemi nisur programin e drekës edhe për sot. Në pjesën e parë të tij do të flasim për institucionet e drejtësisë, do të flasim për drejtësinë e reformuar, do të flasim për atë të standardizuar, duhet ndërhyrë apo jo, ku nëse do të ndërhyje, do të flasim për personazhet VIP, të cilët janë duke vuajtur dënimin në bazë të dyshimeve për korrupsion në burgjet shqiptare, me zotin Sokol Azizaj, i cili është avokat i mirënjohur, tashmë e dini të gjithë, mirë se erdhët, kënaqësi t'ju kem këtu. Më në fundi u shkëputa për një moment, ose një ditë, ose disa orë, nga puna juaj e përditshme. Di që keni ngarkesë të madhe këtë ditë, kështu që faleminderit që erdhët këtu, ndonë se temperaturat janë goxha të larta në Tiranë. Përpara se të flasim më konkretisht për drejtësinë, e cila ka qenë temë e ditëve të fundit, e politikës, gjithashtu, unë dua ta nis me një debat i cili duket se ka rilindur sërish pas kërkesës së disa të Unionit të Gjyqtarëve për rritjen e pagave të gjyqtarëve. Ka një përplasje institucionale në fakt, ka një deklarim nga zoti Rama, i cili uron që kjo tjetë një shaka e hidhur dhe uron që kjo tjetë era e fundit, që bëhet një kërkesë e kësaj natyre. Tani kush ka të drejtë në gjykimin tuaj? Unë do ta shikoj këtë në 2-3 pamje ose 2-3 dimensione. Kërkesa e Unionit të Gjyqtarëve nuk është një kërkesë e cila nuk është konsideruar nga legjislacioni shqiptar. Që do të thotë se me ndryshimet që pësoi drejtësia në përgjithësi në vitin 2016, për shkak të një ligji që ne i themi 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, u vendos që referenca e pagës së gjyqtarëve, sipas shkallëve të gjykimit, të ishte drejtori i përgjithshëm pranë Këshillit të Ministrave. Më pas, për shkak të diferencave të krijuara në mënyrën e pagesës ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, doli një vendim i Këshillit të Ministrave i cili i kompensoi të gjitha ato të lëna pezu, nuk po i futëm tani datave etj. Kuvendi në 2023 e ndryshoi referencën, dua të shklodh edhe qytetarët dhe ta kuptojnë se kjo nuk është një konflikt që sjell dëme të mëdha të karakterit financiar, ndonë se qeveria e ka në dorë. Po nuk bëhet fjalë për paga 5.000 euro e 10.000 euro, e kuptoj. Siç thon kështu. Siç ndoshta është krijuar perceptimi, për sa bëhet fjalë. Por njerëzit kanë të drejtë që në mënyrë populiste, që jo dhe kryeministri, se dhe i në një farë mënyrë populiste është në mentalitetin dhe në filozofinë e tij, do të thotë që ç'është po bëhet këtu. Këtu diferenca është ja 5.700 të vjetra, të reja. E kuptoj. Do kjo është diferenca e pagës që kanë patur me atë që kanë duan të kenë. Pra 5 vjet ose 60.000 lekë të vjetra. Që do thotë, në 2023, kuvendi ndoshta o në mënyrë të qëllimshme ose në mënyrë instinktive të pamenduar mirë, nuk la referencë të gjyqtarit drejtorin e përgjithshëm pranë Këshillit të Ministrave, një drejtor të përgjithshëm, por la referencë 40% ose 0.36% të pagës presidentit. E kuptoj. Që do të thotë, kjo diferenca midis të parës dhe dytës është kjo që thash unë. E kuptoj. Tani a shfryzohet nga kryeministri kjo? Padyshim, shfryzohet nga kryeministri, sepse në fundin kryeministri bën politikë, dhe mjafton që njerëzve tu edhësh një thelë të tillë, dhe njerëzit tonë çan këto paga 5.000-6.000 euro. Kjo është dimensioni i parë, që ta kuptojnë njerëzit që nuk bëhet fjalë për paga e tjera. Maramundse. Megjithatë, ky është gabimi i kuvendit, jo i gjyqtarëve. Jo për të mbrojtur gjyqtarët, sepse gjyqtarët kanë mëkatet e tyre, kjo nuk e diskutojmë, por çështja është që kjo lloj gjëje për kaq mas nuk është se në fundit e ka në dorë Ministria e Financave, ka qeveria shqiptare, e cila e ua ka dhënë. Mirë po, për shkak të dispozitave kryesore kushtetuese që është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ti një gjë të dhënë prokurorëve dhe gjyqtarëve, magjistratëve, nuk mund t'ja heqësh më. Dhe këtë kemi pranuar ne, këtë kanë pranuar qytetarët, dhe për më tepër qytetarët kanë pranuar dhe ndryshimet e pasojave të reformës së drejtësisë në vitin 2016. Po nuk duam ne tani, po në një çështje tjetër. Qytetarët e kanë përkrahur madje, gjithë reforma është bërë o sot o kur për shkak të impenjimit qytetar, pakënaqësisë së tyre ndaj pushtetit drejtësisë. Kjo është pjesa e dytë. Dhe pjesa e tretë është që të marrim me radhë gjërat, e të na kuptojnë ata. Dhe pjesa e tretë është që
çfarë duhet bëjë gjykata kushtetuese? Në parim, gjykata kushtetuese, jo për të mbrojtur gjyqtar, nuk mund të çedojë duke mos i dhënë të drejtë kasës së Unionit të Gjyqtarëve të rikthehen në përfitimet që kanë pasur. Sepse kjo është dispozit e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, 138 dhe 145. Kërkuesi, po ta shikoni, sepse nuk i ka lexuar njerëzit, kërkuesi e ka përmendur kaq shumë herë këto dy dispozitat Kushtetutës, sa një njeri alif matrak që nuk di fare, do thoshte ore nga ky kërkim, kjo 138 dhe 145, çfarë thonë? I japin të drejtë gjyqtarëve. Po kush ja ka dhënë të drejtën gjyqtarëve? Ne, nëpërmjet kujt? Votimit që realizon pasojën, kush xhepi jo në favor gjyqtarëve. Kjo është e thjeshtë. Atëherë, si ndryshon kjo? Kjo ndryshon me një riartikulim, një reformë, jo të reformës, por të rishikimit të procesit të reformës në drejtësi në mangësit që ajo ka shfaqur. Pra hyjmë në dimensionin e 4 të gjës që ne do të diskutojmë bashkë. Sepse reforma në drejtësi, në të vërtet, ka lënë shumë gjëra të cilat nuk e zaurohen nëpërmjet pushteteve të ngritur brenda drejtësisë. Dhe interpretohen pastaj në mënyrë. Dhe interpretohen duke hyrë në pjesë njëri tjetrit. Ne kemi thënë diku në një vend tjetër që çdo sistem është konfiguruar si piramida brenda një rrethi. Nëse këto piramida kompleksohen, gëshetohen me njëra tjetra pa vendosur kufit e dur, të dukshëm, edhe nga njerëzit që nuk e artikulojnë dot fjalën, padyshim që pushtetet do jenë mizerabël. Do jenë të pakuptueshëm dhe ata nuk do ta ushtrojnë dot në mënyrë perfekte pushtetin që i është dhënë. E kuptoj. Kështu është krijuar tashmë. Tani është krijuar një pushtet i prokurorëve, që quhet Këshilli i Prokurorisë. Po është edhe një pushtet tjetër i prokurorit përgjithshëm. Po është edhe një pushtet tjetër i drejtuesit prokurorisë posaçme. Por është edhe një pushtet tjetër brenda prokurorisë, është prokuroria e jurisdiksionit zakonshëm. Pra, brenda të njëjtit rol përfaqësimit të akuzës nga shteti, pas kemi 4 pushtete. Atëherë, kush prevalon? Merr kompetencat. Prokurori i përgjithshëm s'ka asnjë kompetencë. Ka dëgjuar ndonjëherë që prokurori i përgjithshëm ka kompetencë? Është në strofkullën e tij për shkaqe ligjore. Po ke dëgjuar ndonjëherë që KLP-ja të ndërmarrë ndonjë masë rënduese ndaj ndonjë prokurori? Po pse? Po kompetenca e KLP-s, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, është vetëm vlerësimi i prokurorëve. Pra, njeriu që ka qenë prokuror është bërë antar KLP-je dhe tani do vlerësoj kolegët e tij. Si mendon do ta vlerësoj me 80 pikë? Nuk shkon. Janë kolegë. E kuptoj. Vazhdojnë tek prokurorët e jurisdiksionit zakonshëm. Nga ndahen ata nga prokurorët e posaçëm, nga lënda. Por prokurorët e jurisdiksionit zakonshëm pranë gjykatave nuk kërkojnë edhe ata para gjykatave dënimet përjetshme për vepra penale të kryera nga qytetarë të ndryshëm? Kërkojnë edhe ata. Por ata duhet të kenë status ndryshe nga prokurorët e posaçëm? Dhe pse këta duhet të kenë status ndryshe nga prokurorët e jurisdiksionit zakonshëm? Po e quajmë kështu në vija trasha. Pra të gjitha këto, duke mos u ndarë qartazi, padyshim krijojnë lëmshin, amullin, një gjendje konfuze brenda prokurorisë. Për shembull, ju gazetarët thoni shpeshherë për shembull, ishte edhe krye prokurori. Kush është krye prokurori? Po ti thosh qytetarëve, krye prokurori është Dumani, apo jo? Ju kështu thoni. Krye prokurori është Orsi Çela. Sa ai është prokurori i përgjithshëm. Tani mënyra se si janë ngritur piramidat dhe mënyra se si reflektojnë ato mbi qytetarin, padyshim prokurori i përgjithshëm nuk jeton, po organizon. Po padyshim edhe drejtuesi i prokurorisë posaçme nuk është se është i ndërfutur në të gjitha hetimet, por e vendos autoritetin e tij. Por kjo nuk do thotë që është krye prokurori. Është një prokurori me status të përkohshëm, të veçantë, konfiguruar për 4-5 vepra penale, siç është korrupsioni dhe krimi organizuar. Por nga ana tjetër, kjo prokurori me kaq pak numër njerëzish,
për shkak të asaj që ne ja kemi krijuar vetes. Se ne, po t'i vësh re, të themi, krimi i organizuar është me qendër në Tiranë. Madje në Shqipëri, jo në Tiranë, fare në Tiranë, po është në Surrel, ë? Se ne kështu themi. Tani të krijosh një strukturë të posaçme vetëm për Surrelin, apo vetëm për, ku diun, rrethinat afër radio televizionit, mua më duket luks i madh. Sepse të njëjtën punë bëjnë dhe prokurorët. Por u krijua, e pranuam, reforma. Atëre duhet lehtësuar këta njerëz që punojnë në kushte të posaçme, të vështira, të veçanta, po padyshim. A duhen paguar këta? Po padyshim. Po nga kush? Nga ne pra. E kuptoj, po kryeministri kur thot se uron që kjo të jetë një shaka e idhur, këtu ka parasysh që e gjithë kjo situatë e krijuar nga kjo kërkesë për aq pak para, është e tepërt? Pra, këtë ka ai parasysh? Kryeministri është një instrument publik politik që shfrytëzon çdo lloj kërkese që mund bëhet nga një pushtet i lishëm dhe i privilegjuar për shkak të atij të kryeministit se. E dim reformën, kush e bëri? Politika e bëri. Pëse e kryeminist? Jo, ai thotë e kam bërë unë. Jo, ai thotë me mua do eci përpara. Jo, ai tha reformën drejtësie kam bërë. Spakun e votuan të dy palët. Jo, dakord. Reformën drejtësie, po mos jetë PS-ja. Dakord, okay. Patjetër pra po. Dakord. Atëherë ti do përballosh edhe kostot e këtij pushteti. To janë kostot e pushtetit. Do thoni ju që a është sa thot kryeministri, ai përdor instrumentin politik për të frenuar të lloj lakmie që ka pushteti i drejtësisë për të prevaluar në raport me pushtetet e tjera. Po, nëse... Edhe ka të drejtë. Nëse jemi... Politikisht. E kuptoj. Po, patjetër. E kuptoj që e gjitha është politike. Por ama, nga ana tjetër, një njeri që merr vesh nga drejtësia, i thotë, këta erdhën në këtë standard, jo për shkakun e Olës dhe Sokolit, por erdhën për shkak të veprimeve të tua politike. Dakord, po. Dhe një gjë të dhënë, ti nuk mund t'ja hiqësh. Duke patur parasysh gjithë to halle që ka vendi ynë, ndoshta, ai mund të thotë me të drejtë, tani po talleni me këtë kërkesë që po bëni, prandaj ju pyeta, pra, çfarë si ta zbërthejmë këtë shakan e hidhur të tij. Ai kam përshtypjen fare që nuk e di fare këtë diferencë që biseduan me bashkë. Ai nuk e di që bëhet fjalë për 50-60 mijë lekë të vjetra. E kuptoj. Ati intereson fenomeni. E qartë. Do të thotë, ky produkt që erdhi, me rrezik do ta thotë nesër pastaj këtë që themin e bashkë. Ky produkt që erdhi për shkak të vullnetit tim, nëse unë do isha si ai. Ky produkt tani kërkon të më marrë edhe gjithçka kam unë në zyrën time, edhe kjo diferencë. Kjo diferencë 50.000 lekë, 60.000 lekë, po ti mbledhësh të gjitha bëjnë miliona. Dhe kjo shkon tek zëri buxhet të Ministria e Financave. Dhe Ministria e Financave nuk mund ta bëjë këtë pa ligj, pra te vullneti. Dhe këtë vullnet unë e kam, se shkyreti. Të vullnet unë e kam, e kisha, po më dolën që ato 60.000 lekë tuajt mua më rëndojnë buxhetin. Atëherë bëra referencë Presidentit e Republikës. Ju e kërkoni, ata do ta marrin. Do ta marrin se u a ke dhënë. U a ke dhënë. Dhe kjo është kosto e reformës. Kemi ne drejtësitë reformuar në gjykimin tuaj pas kaq kohësh, apo ka nevojë për të ristandardizuar me ndërhyrje nuk e di ku, ma thoni ju, sipas analizës që ju i bëni, duke qenë se jeni mirëfilli brenda sistemit e njihni më mirë se çdo. Praktikisht. Ka më mirë që ka të tjerë që e njohin më mirë nga mua, padyshim. Unë mund të jem i keqi nga ata që e njohin, por unë do të them atë çfarë unë mendoj. Nëse një reform inicohet, kam dashuri më të madhe për qytetarën, por kur vullneti qytetar kthehet në populizëm, brenda së cilës ka send të urrejtje, unë nuk mund pajtohem. Individualisht. Mendimi juaj, po. E kam pjesën time. E kuptoj, po. Jam i revoltuar kur shikoj që shfryzohet mendimi që i shumë njerëzve, ose vullneti shumë njerëzve që nuk marrin vesh nga gazetaria. E qartë, e kuptoj. Edhe ju do ndiheshit e fyer. Shumë ndryshime që u bën, për më tepër që u bën dhe morën pamje të karakterit kushtetues, mua nuk më la shije të mirë.
Sepse që në këtë moment, ti dhe natyrë tjetër kushtetutës. Natyra e kushtetutës, kur krijohet kushtetuta, nuk krijohet për të kufizuar, krijohet për të dhënë liri. Kemi koncept komplet ndryshe. Kushtetuta i jep lirin qytetarit, nuk i jep kufi. Pra, përcakton kufit e liris, po i jep lirin, ky është temeli. Ti vendose në kushtetut ngritje organesh të posaçme brenda së cilës ka sente të karakterit represiv, dhunues. Pra e zgjerove gamën e institucione në kushtetut. Mua me jep një qytetar jashtë Shqipërisë, kur e merr Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe thot 2/3 e kushtetutës flasin për gjykatat, prokuroritë e tjerë, krijon përshtypjen që këtu nuk është një shtet që vjen era Europë. Ky është një shtet që vjen era i këndit të fundit të lindjes, se kupton që hajde ta bëjmë. Edhe premtojmë që do futemi në Bashkimin Evropian. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është njerëzit duan, ose njerëzit trajtohen, se njerëzit nuk e duan këtë, por duan ta ndjejnë kur analogët e tyre, njerëzit e tjerë dënohen me vendime të ashpra, 25, 30, 40. Kjo më kujton ato amfiteatrët e Romës që kur gladiatorët, njëri prej tyre, edhe perandori i the bukën, edhe këngët, edhe njerëzit ishin të kënaqur. Po ne nuk jemi në këtë lloj standardi. Jemi në 2025, jemi në shekull tjetër. Dhe nuk mund t'i trajtosh njerëzit që varet se si orienton, se ti mund të orientosh gjithë median që krimi, burgu dhe pastaj në fund fare njeriu lind në mëngjes, del në mëngjes edhe përfundon në darkë me o krimin o burgun. Dhe orientimi një situatë të tillë teorikisht sociale, penale etj. I bën dëm shoqërisë duke ndërprerë iniciativën për të bërë biznes dhe jetë normale, të lirë, të kulturuar. Për shembull, këtu nuk flitet për teatrin, flitet për spakun. Këtu nuk flitet për komedinë, për letërsinë, këtu flitet për u dënua filani, fillojnë pastaj këto thrilleret tregimtar me penduar i pandehur, edhe njerëzit janë të kënaqur, flen pan një të penduar të pandehur, një dënim 35 vjet dhe kjo është ta trajtosh qytetarin si zero, si hiç, nuk i dhe ndonjë gjë, përveç se i dhe marzhin e ndëshkimit. Kjo vjen për shkak të kushtetutës. Së treti, ndërtimi institucional tashmë. Ti ke një prokurori të posaçme, ke një gjykat posaçme, ke dhe një gjykat jurisdikcioni zakonshëm dhe një prokurori të tjerë. E thash me pak fjalë që parë. Të dyja këto japin dënime për shkak të kryerjes së veprës penale, po japin edhe zgjidhje të karakterit civil, ku qytetarët hyjnë për shkak të kufive të tokës, së pronës, të familjes etj. Pra, të dy mbajnë përgjegjësi. Ti këta dy, këtë kategori që është brenda të njëjtit sistem, ti e ke diferencuar kaq shumë në mënyrën e të mbrojturit ndaj këtij pushteti, sa ata nuk përqasen fare me njëri tjetrin. Pra ti e ke nënvlerësuar prokurorinë e jurisdikcionit zakonshëm dhe gjykatën. Dhe si do ndihesh ti që bën të njëjtën punë me kolegun, më fal që thash ti, jo juve, raport me kolegun, jep të njëjtat dënime, zgjidh të njëjtat mosmarrveshje, jep para të njëjta kategori sociale konfliktuale, kur paguhesh më pak dhe kur kolegu. Së treti, krijohej një institucion siç është gjykata e posaçme. Po, patjetër. Por ti nga ana tjetër në mbulesë ose në kamuflim të politikës, ti e kriminalizove gjithçka në Shqipëri. Edhe politikën gjithashtu. Se unë e besoj që korrupsioni është plagë e madhe. Po di ndonjë qeveri në Shqipëri, Ola, që nuk ka rënë nga korrupsioni? Po më themua që qeveria e 96-ës nuk ra nga korrupsioni. Di ndonjë qeveri të 2005 që nuk ra nga korrupsioni. Pra, kjo është një plagë që shoqërohet bashkë dhe shërohet bashkë me shoqërinë. Dhe nuk ka nevojë për prevalimin e një institucioni në raport me të tjerë. Ka nevojë për ndryshime të drejtës materiale penale. Padyshim ka nevojë për trajnime, padyshim ka nevojë për mbështetje financiare, padyshim ka nevojë për praninë e njerëzve të kulturuar
nga shkolla e magjistraturës, padyshim do maturimin e shoqërisë, padyshim do pjekurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve, po kjo nuk bëhet me një të rëndë. Se bën vaki që duke e kriminalizuar shoqërinë përgjithësi, ti të ikësh për shkak të kësaj urrejtje ndaj kriminalizimit që mbolle. Shoqëria kjo është një cikël që rretullohet rreth një rrethi i cili në mënyrë të vazhdueshme ngrihet. Kjo mua nuk më pëlqen dhe do ishte mirë të ndryshonte ose të parafroheshin. Po është me pasojë financiare. E more përsipër i dashur. Që duhet ta bësh. Brenda sistemit, mua nuk më vjen mirë që prokurori i përgjithshëm është under voice, pa zë. Është një figurë që nuk është krijuar rishtas prokurori i përgjithshëm. Është një figurë që ka traditë dhe historik në Shqipëri. Ti nuk mund ta lësh të institucione ije. Duke çfarë? Duke i dhënë kompetenca tjera, pse jo? Dhe këto ndryshojnë me ligj. Ti nuk mund që me një numër të reduktuar të godasësh gjithë krimin në Shqipëri dhe përtej, se krimi shqiptar, siç edhe krimi italian, nuk është vetëm në Itali, është edhe në Shqipëri. Ne mësojmë atë tjerë, jo mësojmë të tjerë. Atëherë ti duhet të japësh mundësi dhe strukturës së posaçme të ketë të gjitha mjetet dhe instrumente që në pak kohë të realizojë procedimin normal. Tani çfarë dëgjojmë ne? Ne dëgjojmë që njeriu ndaj të cilit fillojnë një 3 vjet hetime, pa e thënë fare, pastaj fillon personi në tim 3 vjet të tjera, i bie 6, pastaj fillon 3 vjet tjera në gjykim, i bie 9. Por 9-ta në 60 vjeç i bie 30% të kohës së jetës të jesh në procedim. Po kushtetuta për çfarë është? Për ta kufizuar njeriu apo për t'i dhënë lirisë? E drejta penale dhe civile për çfarë është? Për ta kufizuar njeriu apo për ta orientuar atë në drejtim të lirisë? Dhe patur nga ky koncept, po ky koncept nuk dihet nga këta. Unë po flas me Olën, se po të thosh këtyre për këtë, do thonë ky është i çmendur. Se ky flet për lirinë, kur sot te gjykatat tona mund të jenë 32 veta që janë dënuar me vendim. Edhe pa u hetuar në mënyrë të qartë, të saktë, pa vajtur te prova. Po mjafton që erdhi këtu edhe ecë. Sepse ligji për strukturën e posaçme i ka dhënë asetin, për këta tani dëgjojnë, ne kemi thënë që atëherë, i ka dhënë asetin prokurorisë që të ndryjë arbitrarisht të vendimet e gjykatës nëpërmjet kujt? Përgjimit e gjyqtarëve. Në 8 dhe 14 i ligjit 95/2016 duhet ndryshoj urgjentisht, sepse ka cënuar në mënyrë të drejtë për drejtë gjyqësorin. Dhe mbarimi ose qenia e gjyqësorit i kamufluar, përgjuar, dhunuar nga çdo institucion tjetër, përveç atij qeverisë, se edhe ai ka instrumentet e veta, çfarë realizove në kuptim të së drejtës? Pra këto të dyja vinë ndesh përsëri me konceptin e lirisë. Ne kemi bërë gjoja sikur e kemi reformuar drejtësinë, se pas kemi bërë situatën më kaotike se ç'mund të kishte qenë më parë, por ama kemi plotësuar perceptimin që ekzistonte në popullat se një drejtësi reformuar nuk kupton, disa peshq të mëdhenj në burg, pra disa personazhe VIP të politikës në burg. Edhe këta kanë të drejtë të mbrohen. Edhe këta kanë të drejtë të identifikojnë problemin procedurial. Ku qalojnë ata në raport me detyrat që kanë ushtruar, po ku qalon prokurori dhe gjykata me detyrën që ushtron. Për shumë, mund t'jemi konkret, Ilir Meta, Erion Veliaj në burg vazhdojnë hetimet për ta. A mund të vazhdonin hetimet për ta duke qenë ata jashtë burgut pra në... Do jemi rezervuar sepse ata kanë mbrojtjen e tyre. Por unë do them diçka që të mësojnë dhe mbrojtësit e tyre. Dakor? Por ata kanë mbrojtjen e tyre dhe unë nuk kam. Është mungesë etike. Këta kanë vajtur atje ku janë për shkak të perceptimit. Në pjesën më të madhe të asaj çka unë kam konstatuar në proces. Nuk jam mbrojtësit tyre, po kam të tjerë. Së dyti, unë nuk mendoj që hetimi ndaj tyre dhe kufizimi i lirisë duhet ishte bërë kaq flagrant, për shumë në rasti Meta në mënyrë shumë të dhunshme. Po pse jo dhe zotit Veliaj në zyrë, sepse ai nuk është njeri që nuk të vjen në zyrë.
Unë nuk mendoj që Velie nuk ka qenë ndonjëherë në zyrën e prokurorit. Mund ta thrasësh të vijë aty dhe pastaj i Komunikon masën. Komunikon masën, çfarë problemi ka? Nuk mund të bësh që, okej, dhe këto kanë efektet e tyre në shoqëri që shiko, ne po me të shu kemi ju të tjera, por ama dhunesh në konceptin tim. E kuptoj, po. Së treti, hetimi tyre nuk mund të jetë në pafundësi. Edhe i Berishës, edhe Veliet, edhe Metës, ka një kufi. Do thonë ata që na dëgjojnë, po ka kufi procedural, po ja u them pra. Mbahesh 3 vjet pa të thënë, 3 vjet si person hetim, pastaj 3 vjet si panderë, po them 9 vjet. Do thonë, o ka bërë, o s'ka bërë. Identifiko fajin më të rëndë. Pastaj vazhdo me të tjera. Që përbën faji më i rëndë, përbën rrezikshmëri për shoqërinë. Unë nuk i di veprat penale për të cilën akuzohet, por nëse do isha mbrojtësi tyre, do i kërkoja prokurorisë dhe gjykatës kush është faji më i rëndë që kanë bërë këta në raport me pasojën që ka sjellë shoqërinë. Nëse pasoja nuk është kaq e rëndë sa ç'është për shembull shuma financiare 57.000 lekë që do të marrin gjyqtarët, është më e vogël. Atëherë këta kanë pasur drejt. Do vendosësh disa dimensione, kufi, krahasimor, për të kuptuar që kur dëmtohet shoqëria. Pra, në gjykimin tuaj, këta të dy, me që po i përmendim, mund të hetohen në gjendje të lirë? Në mënyrë absolute, Kodi i procedurës penale i parashikon situatat kur hetohesh dhe gjykohesh në gjendje të lirë. Unë besoj të vlerësimi që bën gjykata dhe prokurori, sepse s'kam arsye, prandaj janë instrumentet që i përdorin mbrojtja ligjore. Por unë nuk besoj ndonjëherë të gjykata dhe të prokurori kur ata nuk besojnë avokatin. Ky është një moment tjetër i reformës në drejtësi, që lidhet me lirinë. Sot, mbrojtja ligjore konsiderohet vetëm si ju jeni gazetare e brendshme e një televizioni shumë të rëndësishëm. Nuk jeni gazetare e tereni. Po të pyesësh gazetarët e terenit, mbrojtja ligjore sot konsiderohet si një send i cili duhet të jetë, por nuk ka rëndësi se çfarë bën dhe se çfarë thot. Nuk ka rëndësi fare. Kjo është e tmerrshme. Si s'ka, jo duhet këtë rëndësi. Kështu ndodh. Merr një proces verbal në gjykim dhe shiko, kërkimet që bën mbrojtja, do thosh nuk janë të gjitha drejta. Po brenda atyre ti mund ta gjesh se gjyqtari që vlerëson. Një të drejtë. Dhe mund të japësh gjysmë të drejtë, 1/10 e së drejtës. Por jo gjithmonë kur thot prokurori ka të drejtë, dhe mbrojtja që ka e kriminalizuar sepse mbron atë që dyshohet për krim. Vendosja e një trajshmërisë midis atij që dyshohet që ka kryer vepër penale dhe avokatit në cilësinë e mbrojtjes ligjore, vendosja të njëjtit standard, kjo është gjë që mua më dëshpëron më shumë për shkak të reformës drejtësi. Kjo reformë që tes përpara duhet të udhëzohet, drejtohet, mund t'i vendosim çfarë emri të duam, nga profesionistët apo ajo politika në fund të ditës ka ndikimin e vet që një reformë X të ecë përpara. Reforma që bën këta në 2016, që unë jam i bindur që edhe ata që e bën nuk janë se janë të kënaqur. Jo. Po e them me gjysmë zëri, por jam i bindur së brendshmi që janë të pakënaqur. Për të gjitha arsyet. Ka shumë arsye, nuk jam i detyruar të them, por duhet riparuar. Duhet riparuar. Edhe ata që duhet merren me reformën duhet të kenë të qartë, ose së pari duhet të jenë të lirë vetë. Duhet të jesh vetë i lirë. Po nuk je i lirë dhe je i kapur, i shtrënguar, ku dhe unë. Do kushtëzohesh, patjetër. Pa nuk mund të bësh. Duhet të jesh njeri i lirë. Dhe ne të dy, edhe ne dim shumë mirë do të të jesh i lirë. Edhe ata që kanë lexuar. Së dyti, duhet të marrësh përvojën më të mirë të vendeve europiane, se je drejt përqasimi tani. Patjetër, po. Edhe eksperienca etydi ligjor, praktika ligjore, vendimet e gjykatave të huaja, gjykata Strasburgut, nuk janë pak referuese për të ngritur një sistem. E kupton nga vendimi. Ai që do të lexojë. Reformat nuk mund të jenë populiste, por janë për qytetarët.
pra në favor qytetarëve. Nuk mund të pretendosh ti që bërë reform edhe ke një ngarkesë prej 150.000 hallesh të pasgjidhura. Që kuptim ka kjo? Unë po bëj reform në fushën e ekonomisë, po do i ul pagat. Ka kuptim kjo? Unë po bëj reform në fushën sociale, po ul mirëqenien. Ka kuptim kjo? Atëre, unë po bëj një reform në drejtësi që ju të ngjelleni pengi gjykata. Se kjo është treguar. Nuk është se them unë, e themi të gjithë. Gjykata e lartë është e mbytur me çështjet civile. Gjykata e apelit, jurisdikcioni i zakonshëm, një gjykatë. Nuk ke ku i kap ata, nuk ke ku i klikon. Shkoni te gjykata e apelit administrativ, mund të ka 10 vjet, 5 vjet, ku diun. Sa duash, bëj kërkesë sa duash aty. Çdo ditë, madje unë i them njerëzve kështu, bëni një grup fletërs, sa ka një. Ke parasysh edhe depozitojnë një herë. Vetëm datën, jo datën vetëm kështu. Edhe çdo ditë e post aty. Sa bën atë? 200 lekë aty. Edhe dua të më afrohet dita e gjykimit, Tani, më fal. Ne rezultatin e konstatimit të veprës penale e lidhim me pasojën. Dhe rezultatin e reformës e lidhim me pasojën. A përbën vepër penale për analogji të kryer nga njerëzit që kryen reformën dhe nuk zgjidhen hallin e qytetarëve? Si mendoni ju? Duhet ta thot prokurori, unë se them dot, por unë them dilema ime është kështu. Njerëzit krijojnë pasoja për shkak të veprimtarisë tyre të përditshme. Vjedhin, arbitrarizojnë, rahin, bën njerëzit të qajnë etj. Pra, sjellin një pasojë. Arsye për të cilën ka dispozita kufizuese në drejtën penale dhe mëtej. Po këta që sollën këtë pasojë, atë duhet kemë përgjegjësi. Në kuptoj. Ishte personalisht shumë kënaqësi t'ju dëgjoja live në këtë analizë që i bëni situatës. Faleminderit shumë që ishit në studio dhe unë uroj, po jam e bindur për këtë, tashmë publiku e kupton qartazi se ju a thjeshtëzuat shumë situatën edhe ju a bët atë të kuptueshme. Faleminderit shumë, kënaqësi. Do të bëjmë një shkëputje publicitare, do të kthehemi pas pak, do të flasim për këto temperaturat e larta që kanë ardhur gati të menjëhershme, të vrullshme, si duhet mbrohemi për të mos patur komplikacione në shëndet, pas pak kthehemi dhe ju a tregojmë.